Vllaznia do të duhet të ribëhet nga e para në disa reparte, por filozofia e ekipit të ri do të jetë afrimi i futbollistëve cilësor, të rinj dhe me të ardhme. Kuqeblut në sezonin e ri pritet që të afrojnë dhe të largojnë disa futbollistë në ekip dhe kjo nuk diskutohet. Kjo duhet filluar nga porta e deri në sulm. Nga ana tjetër do të shihet se cilët futbollistë do të jenë pjesë e kuqebluve. Në këtë moment që flasin janë 11 futbollistë pa kontratë që mund të largohen, por në ditët në vazhdim do të shihet se cili qëndron. Kështu tek vllaznia pa kontratë janë emrat si Ardit Deliu, Ditmir Beci, Milo Stojanovic, Marko Juric, Ardit Krymi, Esat Mala, Amir Kahrimanovic, Alfred Mensa, Mehdi Çoba, Melos Bajrami dhe Floris Pahia. Gjysma këtyre futbollistëve janë titullar në repartet e tyre, por secilin prej tyre ende nuk ka një situatë të qartë nëse do të qëndrojnë apo jo. Të paktën për momentin ata që e kanë të sigurt largimin janë Stojanovic, Juric dhe Kahrimanovic. Po ashtu drejt largimit është edhe Mensa, i cili nuk ka lënë asnjë gjurmë në superiore me vllaznin. Sulmuesi ka shënuar vetëm një gol dhe në këto kushte pritet të largohet, pasi nuk është i vlefshëm për kuqeblut.